Si që tha më herët, do t'jemi në bashkëbisedim me kryetarin e Federatës së Handbollit të Kosovës, Edin Kolgjecin. Zoti Kolgjeci, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit për ftesën edhe kam nderin që jem sonte këtu me ju. E kemi provu një 2-3 herë, nuk na ka dhëz sonte live, mas mirti. E fundit nuk na dhëz për shkaqe teknike, po mirë që ma në fund jemi së bashku. Po dalim pikërisht në temë. Një organizim që është duke mbajtur në Prishtinë, organizim shumë i rëndësishëm, IHF Trophy. Çka do të thotë për Kosovën, çka do të thotë për Prishtinën realisht organizimi një ngjarje të tillë? IHF Trophy, tash IHF Trophy ndonjëherë edhe këta handboldashësit nuk e kuptojnë, ka rëndësi shumë të madhe sepse është një organizim nga Federata Internacionale e Handbollit, ndërkombëtare e handbollit në bashkëpunim me Federatën e Kosovës. Federatën e Handbollit Kosovës, edhe faktikisht kjo garë që po mbahet këtu janë pjesë e kualifikimeve për sektorin evropian për kualifikime botnore. Do këto shtetet që marrin pjesë këtu, i pari i këtymve garave që mbahen këtu me kualifikimeve, do të kenë rast me marrë pjesë në kualifikime për botnor, që ka ndodhur para vjetë dhe par vjetë edhe me meshkuj edhe me vajza, kur kemi marrë pjesë në kampionat botnor në Kinë edhe si vjetë në kampionat botnor me djemt U20 në Egjipt. Ka rëndësi shumë të madhe, edhe pse... Pra nëse shpjegohet, është çështja që Kosova 2 herë ka siguru kualifikimi përmes kësaj gare. 3 herë. 3 herë në. Po, në 2021 në Spanjë. Edhe në Spanjë, është signifikante është që gjithmonë kemi marrë pjesë kampionate botnore në shtetet cilat nuk e kanë njohur Kosovë. Kjo është rasti që mirë, po kemi bërë një kiks tash, folni me rastin e lojës pardjeshme me Bullgarinë, që nuk ka qenë e pritur dhe kemi humbur, tash kemi shansa teorike për me kualifiku në këto garat cilat na dërgojnë kualifikime botnore, po shpresojmë që do të bëm kiks Bullgaria dhe ne të fitojmë gjitha lojrat edhe mandej kualifikohemi, është shumë vështirë, por tash të shohim, ndoshta kemi fat. A ka kundërshtar? Faji është i joni. A ka kundërshtar Bullgaria që mund të shkaktojnë humbje pasi një deri diku në Belgjika, kundërshtari kryesor ka qenë Kosova, po tash po them, duhet ta provojmë, të presim fatin që nuk ja duhet të keqen askujt, po kur është në pyetje Kosova. Absolutisht. E kërkojnë të mirën për veti. E kërkoj humbjen e Bullgarisë edhe prej Belgjikës dhe prej një kundërshtari tjetër, varësisht shtetit tjetër, prej Gjorgjisë apo A ka opsion tjetër për me u kualifiku apo veç vani poshtë? Këtë rast jo. Ajo ka qenë një për arsyeve që edhe ne kemi marrë organizimin këtu sepse kemi besu edhe besojmë. Mirë, po tash kjo shpresa pak na u ka lëkund. Po fati sportiv si dihet. Fati sportiv si dihet. Po besojmë tash që do të kemi fat në fatkeqësinë e tjetër kujt. Brenda kësaj gare, a ka edhe shtete që nuk e njohin Kosovën që duke marrë pjesë këtu? Po, është Gjorgjia është këtë rast, po. Okej. Sa shtete në total edhe... Momentalisht këtu me U20 janë 5. Okej. 5, bashkë me Kosovën. Mirë, po tash, nëse dalim pak pa vonë aty këtë organizimin që kemi kampionatin Mediteran, që kanë me qenë shumë shtete cilat se njohin Kosovën e kanë me qenë pjesëmarrëse. Kjo çështja e organizimit të garave në Kosovë është çështje e mirë organizimit nga Federata e Handbollit të Kosovës dhe e krijon besimin edhe Federata ndërkombëtare kur e beson një ngjarje të tillë. Ne edhe si popull jemi të njohur si mikpric, domethënë kam pas rast, edhe pse unë nuk udhtoj shpesh me kombëtarët edhe këto në shtetet ndryshme, mirë, po mikpritja këtu në Kosovë, organizimi të fillu prej hoteleve, ushqimit e deri te infrastruktura janë high class, me thonë. Edhe për shembull nëse e shihni apo nëse e keni pa këto transmetimet që kemi edhe tash, kjo është dita e 10 që kemi organizimin, se kemi edhe U17, don ka kërkesa aty që janë disa standarde prej Federatës ndërkombëtare të handbollit. Don kërkohet, bezojmë, e marr si një shembull banal, kërkohet 40 metra i LED, reklama, transmetimi, kamerat,
Me specifika. Ne kemi 80, I kemi 2 kamera, I kemi 4 kamera, është organizim si me qenë kampionat botnor me kombëtare A. Ne bojmë njëjtë si për gjenerata të reja, si për djetra, I kemi mundësit, I kemi sponsorët, I kemi përkrahjen, që të dashtë apo mundohemi me bo me pak harxime, me bo sa ma bukur. Që të dashtë apo se një organizim I tillë nuk është që kushton edhe pak. Jo, kushton shumë. Bukur investime, po më intereson me ditë çështja delni. Kushton shumë, po gjithmonë kemi atë përkrahje normal, shumica këtyre organizime, shumica këtyre shërbimeve paguhen. Mirë, po gjithmonë kemi edhe marrëdhënie të mira edhe me sponsor, edhe me njerëz që janë në organizim total, po e quajt këtyre evenimenteve, edhe ka shumë raste që thonë, okej, këto e keni që thonë në gjuhën popullore prej shtëpisë. Edhe mandej ka shumë sene thojza prej shtëpisë, edhe mandej na dalim shumë kualitativ me argjime minimal. Kosova për ndryshe triumfoi sonte ndaj Britanisë së Madhe me rezultat të ngushtë 30-27. Sa është të kënaqur me ndeshjen përgjithësi me këtë fund? Nëse marrim si Britani të Madhe edhe si Kosovë në aspektin e handbollit dhe zhvillimit të handbollit, kjo është diçka që unë e flas që disa vite dhe kur s'kam qenë kryetari I federatës dhe kur kam qenë kryetar I klubit apo antar I bordit, do thonë ky investimi në infrastrukturë, në tri, në ekspert, tregon rezultate. Nëse shohim një organizim që kemi bërë dhe unë kam qenë direkt I inkuadruar në këtë organizim, kur ka qenë Britania e Madhe, edhe meshkujt edhe femnat, do një farë mënyre s'kan ditë po thema stopin ta mbojnë, mirë po tash janë konkurrent edhe të meshkujt edhe të femnat, e kjo tregon që investimi në sport për një kohë shumë të shkurt jep rezultate. I përmend lurat mediterane, për çka saktësisht bëhet fjalë? Ju e dini që me vitin 2030 kemi organizimin e lojra mediterane këtu, si shtet, si Prishtina 2030, edhe dini që jemi vonë në çdo aspekt. Edhe unë nuk jam kritik, mirë po jemi vonë për shumë sene, jo vetëm sport, as në lojra mediterane, po jemi vonë, apo jemi shumë rapa për shumë sene, s'po të them vetëm sport, po edhe në lami tjera jemi vonë edhe mrapa. Mirë po që tash rasti parë prapë është në handball, jo për me jep komplimente, apo me u tregu që jemi pak ma të mirë se tjertë, mirë po si sport jemi minjerë mas gjudës, sporti ma I suksesshëm në Kosovë. Normalisht futbolli është futboll, është ma komercial. Është industri, mirë po nëse shohim rangimin Komitetin Olimpik në Ministrinë e Sportit dhe Kulturës, handbolli është numër 1 edhe me rezultate, edhe me numër, edhe me pjesëmarrje në ligat evropiane, me klube. Edhe tash për sparjer, domethënë 2030 janë lojrat mediterane. Mirë po ne prap jemi të parët që organizojmë një kampionat mediteran, e federata apo konfederata mediterane e handbollit përfshin 25 shtete, prej tyne janë ma shumë se 7 shtete, ma shumë se sa shtete sa që nuk na pranojnë Bashkia Europiane. Është edhe Serbia, është edhe Greqia, është edhe Çipro, është Slovakia, është Tunisi. Shumica tyre besoj që kanë me marrë pjesë këtu. Bosna Hercegovina, e cila është antare e BE-s, nuk pi bjen dikur ma shumë se 7-8 shtete. Tash që po më kujtohen. A dihen datat kur zhvillohet? Është prej 1 deri me 7 shkurt. 2026. Po, 2026. Sa gjatë si garë komplet? 6 ditë, apo bjen 6 ditë, po prej 1 deri në 7 shkurt, 6 ditë, mirë po, është edhe Spanja, pjesë kësaj konfederatës handbollit mediteran. Edhe Spanja është një prej shteteve që nuk na pranon, Algjeria, Ka gjatë të lashe kemi edhe me ta. Po unë kom thonë, gjithë janë të mirëseardhën këtu. Po, absolutisht.
Se kjo është mënyra më e mirë me promovu vend. Hajde në shihni edhe bindeni vet. Po, e shohin edhe ata mikpritin dhe shohin çka është Kosova, çka është Prishtina, çka është. Absolutisht. Qysh janë bindë edhe shtete tjera që s'na kanë njohur, në këtë rast Gjergjia. Gjergjia. Qysh arritët me marrë si organizim? A ishte vështirë? Edhe ka ideja realisht. Tash muj me ta jap si një kësi edhe në sport, edhe në handball ka një lloj politike. Tash janë zgjedhjet e që me thonë zgjedhja për kryetarin e federatës botnore të handballit. Këtë rast para kur isha në shtator, kanë qenë zgjedhjet e federatës evropiane të handballit. Do edhe në handball duhet me përdor pak edhe diplomasinë edhe politikën. Me shfrytzu momentin. Gjithmonë si Kosovë, si shtet i vogël, duhet me shfrytzu momentin me tërheq në investim, me nxjerr diçka prej tymve takimeve apo kongreseve. Edhe në këtë rast ne jemi që 2 vjet antar të Federatës Mediteranës. Edhe ne si Kosovë nuk kemi as det, mirë po kjo është të SHGM-i edhe kjo organizimi i lojrave mediterane, ndoshta shumica nuk e din, po kjo është të SHGM-i prej ish Jugosllavisë. Dikush mundet me thënë se Kosova nuk ka det. Jo. Edhe konfederat apo federat mediterane quhen dihet çka quhet, çka përfshin edhe detin Adriatik edhe detin Mesdhe. Mirë, po kjo është një trashëgimi prej ish Jugosllavisë dhe shteteve që kanë ekzistuar në atë kohë. Edhe këtu kemi pas fatin kombinim për disa sporte me Shqipërinë, me u kyç edhe me fitu këto lojra. Edhe prapë si handball jemi të partë që organizojmë diçka me një federat mediterane, mesdhetare. Perfekt. Do në handballi ka qenë i pari edhe i pranuar, edhe është i pari edhe i vetmi si pjesëmarrës në kampionate botnore. Edhe me këtë rast prapë e promovojmë Kosovën dhe shtetin ton me këtë organizim të një kampionati mediteran. Para se me përfundu bisedën, kisha pas qef me marrë veç edhe një mendim të shkurt për telashet e skuadrës së Istogut. Është bërë lajm i madh mungesa e infrastrukturës, e vuajmë infrastrukturën shumë. Nuk është vetëm telashe skuadrës Istogut, mirë po skuadra Istogut ka pas një ndeshje me Maderën. Po, me Maderën. Po, sepse 7 klube kanë marrë pjesë si vjet në kualifikimet në për këto kupat evropiane. Edhe shumica aty ne kam pas këto probleme, mirë për skuadra Istogut është skuadër kampion, e cila ka një palestër, me siguri keni qenë atje. Po. Është palestër që është investu gjatë viteve të fundit me miliona euro. Ju duhen dikon 650.000 dhe 700.000 i di shifrat apo numrat apo investimet për me u kry ajo punë. Një pjesë të buxhetit kom intervenu edhe une me siguru komuna, një pjesë ministria, nuk ka ndodhë. Mirë po nuk është vetëm problemi i infrastrukturës për shkak të investimeve, apo për shkak dameve, apo për shkak punëve jo mirë të kryera. Problem tjetër ka qenë me klubet tjera zgjedhjet, politika. Tash po kritikoj politikën, mirë po kemi 500 sallat darsmave apo minimum, ku mund bëhen numërimet e votave, kutia zgjedhore, votimet, e shumica bëhen, edhe këtu në Prishtinë është i problemi njëjtë, është problemi njëjtë Ferizaj, nëse shohim me handball, i kanë 3 klubet e handballit, e kanë një sallë aty në palestër Bill Clinton, kanë edhe klube tjera, mos thojmë vetëm handball, edhe bllokohen me mujt tanë për shkak zgjedhjeve apo për shkak numërimit votave, të cilat zgjatësin shumë gjatë. Domethënë problemi është në organizim, pa pas parasysh sportin, as kulturën, as rinin, as këto, mirë po, gjithkush. Ata që i kanë dorë këto sene, damtojnë edhe sportin edhe kulturën ato, për me i kry punët e ty në cilat i kanë aty për aty, për pak harxime. Do thonë,
dim që ne si shqiptar kemi sallat darsmave që nxojnë 500 deri 1000 njerëz, Minimalisht. ku mundën më kry ato numrime, votime, se janë nisa tashmë ankush shumë, mirë po dhe jemi para kohës zgjedhje, kështu që shpresoj, besoj edhe do të insistoj që ky problem mos tjetë në të ardhmen. Kryetar, faleminderit shumë që ishe sonte me neve. Faleminderit për Është ftesën. kënaqësi me bashkëbisedu gjithmonë për handballin, edhe ju uroj shumë sukses edhe në IHF, po sigurisht edhe me infrastrukturën. Faleminderit shumë.